Shkolla Bido Seiko në Konispol është transformuar plotësisht në kuadër të programit të investimeve publike 2025-2026, që synojnë përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Kryeministri Edi Rama ndau pamje nga kjo shkollë, ku është investuar në ambientet mësimore, por edhe për krijimin e infrastrukturës sportive, duke përfshirë ndërtime ose rikonstruksionin e terreneve për aktivitetet fizike. Fal këtij investimi, shkolla është pajisur po ashtu edhe me sistemin modern të ngrohjes, ndërsa janë bërë ndërhyrje edhe për rritjen e eficiencës energjetike të godinës. Investimi ka krijuar një mjedis më të përshtatshëm për procesin mësimor, veçanërisht gjatë sezonit të dimrit, duke reduktuar kostot e energjisë për institucionin. Kjo ndërhyrje vlerësohet si një nga më të rëndësishmet për përmirësimin e standardeve të arsimit në zonën e Konispolit, si dhe për rritjen e cilësisë së jetesës në komunitetin lokal.